paqen më të paparë në Pogradec e bën Zoica. Paçe koke. Aha. Shikoj me tru, me gjutë, tëra është original, kokë pevici. Pa aty? Kjo është paçe plënci. Aha. Po këtu ç'ke Kjo bërë? është paçe kembe. Ua, pa, Kjo është kolagjen, unika, kjo kolagjen. është original. Koka e vicit që bëjmë për nesër. E zjem tani ne, bëjmë gati, e qip gatin. Sa e vështirë është ta mbash cilësinë e ushqimit? Është vështirë se varet në njëri dhe nga, për shembull nga malli që merr. Po unë punoj vetëm me koka dhe vici, asnjëherë pe lope. Të vicit të këtushëm? Të vicit, edhe pe zona e Pogradecit e ka shumë të mirë mishi. E ka super. Do ta besoni dot se sa vjeç është Zoica. Ke dy çuna? Dy çuna. Të rritur? Të rritur. Jali i madh ka dy çupa. Njëra 25, njëra 16. Do me thënë 25 vjeçet i ke besën. Bëfsh edhe stërgjyshe. Rofsh, faleminderit. Është sekreti për të bërë një paçe të mirë. E po tash shumë stregohen shumë gjëra. Nuk i tregon atë. Në 2 qershor unë bëj 55 vjet në fund. Pa ndërprerje. Ku ke punuar përpara? Në turizmin e ri, në turizmin vjetër, kam punuar në Nkelana, në një maj, kam qenë shefe kuzhine, në familjari. Edhe në kohën e që ishte koha diktaturës. Në atë kohë. Ke gatuar për këta të shtetit në atë Unë kam qenë shefe kuzhine. Kjo është punë që edhe një racion bukë t'i japësh. Ti nuk e një pensionin. Nuk e një pensionin. Se di, kur të... Nuk ka pension për Zoicën, sepse i bën aq të mirë, sa që njerëzit nuk e lënë që të plaket.